Përshëndetje të gjithëve. Japrak me gjethe do përgatisim ditën e sotme. Në këtë periudhë të vitit ka bollshëm gjethet e njoma ardhie, ndaj unë mendova të sillja këtë recetë tradicionale për ju. Kam gjethet e ardhis, i kam lënë si janë me gjithë bishtat, i mbuloj me ujë dhe do t'i zjejmë diku te 4-5 minuta. I vendosim kapakun dhe direkt në zjarr. Pasi kanë zjerë gjethet e ardhis, kanë ndryshuar ngjyrë dhe janë gati për të përgatitur japrakët. Filloj me mbushjen. Këtu kam 1 kilogram me qep të njoma. I presim qepët në pjesë të vogla dhe i vendosim në një tigan të thellë. Vazhdojmë të presim edhe pjesën tjetër të qepëve. E shtojmë në tigan. Shtojmë 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Pasi qepët janë zbutur, kanë marrë një kaurdisje, është momenti për të shtuar orizin. Kam 1 filxhan të çajit me oriz, të cilin e kam larë dhe e kam kulluar. E bashkojmë bashkë me qepën. Këtu kam hudhra, kam majdanos dhe nenexhik. Fillojmë të presim majdanozin, marrim pjesën e gjetheve. Presim nenexhikun. Dhe bashkë me këto edhe 4 thelpinj hudhre. I shtypim këto hudhrat me që janë të forta dhe më pas i presim në pjesë të vogla. I shtojmë në tigan duke i bashkuar me përbërësit e tjerë. Kush dëshiron mund të shtojë edhe koper për ata që e pëlqejnë aromën e koperit. I shtojmë gjysmë luge të çajit me krip, pak piper të zi. I përzijmë të gjitha bashkë dhe e largojmë nga zjarri. Në këtë moment mbushjen e kemi gati, edhe gjethet e ardhis i kemi gati të zjera. Filloj me përgatitjen e japrakëve. Gjithmonë ana e ndritshme e gjethes bjet poshtë, mund t'i përgatisi në këtë mënyrë, në fakt unë i kthej ndryshe e gjethen, por po demonstroj edhe një japrak të përgatitur në këtë mënyrë. Nuk është gabim edhe nëse i përgatisni kështu. Megjithatë, mua më duket më e thjeshtë kur e kthej gjethen e ardhis në këtë mënyrë. Shtoj mbushjen në mes, e sistemoj mirë me duar që japraku të dalin i bukur. Palosim anësoret që mos të dalin mbushja. I rrotulloj mirë dhe i vendosim në tenxhere. I rrotulloj mirë të jenë të shtrënguar. Pasi e mbushëm një seri të tenxheres, fillojmë të vendosim pjesën tjetër lart. Serinë e dytë, serinë e tretë, sa japrak ne të përgatisim. Nuk i shtoj ujë japrakëve, por gjithmonë i shtoj këtë lëngun e gjetheve të ardhis që kemi zjerë. Unë i shtova 1 filxhan të çajit me oriz, ndaj do t'i shtoj më shumë se 3 filxhan të çajit me ujin e zjerë të ardhive. E vetëm 3 filxhan e gjysmë me ujë. Shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë tomateje. Shtojmë edhe pak krip. E përziej mirë dhe ja shtojmë japrakëve sipër. Por më parë unë do t'i shtoj pak vaj ulliri. Është i ndyrë ajo që i bën më të shijshëm japrakët. I shtojmë edhe një fet limoni poshtë. Shtojmë lëngun e gjetheve të ardhis.
Që mos na prishën japrakët, është e domosdoshme të vendoset një pjatë sipër. Një peshë e rëndë, i vendosim kapakun dhe direkt në zjarr për 30 minuta. Japrakët të lodhin pak në atë mbledhjen që i duhet bërë, por dalin të shishëm. Megjithatë, unë kam sjell edhe recetë tjetër duke i shtruar si byrek me gjethe ardhie. Edhe ashtu del shumë i mirë dhe nuk të lodhin fare. Pasi e kemi lënë të ziej për 30 minuta, e lam t'i përtithen lëngjet dhe tani i kemi gati për të konsumuar. Nuk janë prishur as pak dhe duken kaq të mirë. Orizi është fryrë dhe i ka bërë më të fortë japrakët. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, një recetë thjesht tradicionale që të kënaq. Ju falenderoj që më ndiqni.